Depozituam sot pranë prokurorisë së juridiksionit përgjithshëm Vlorë, por është një çështje që ka të bëjë me krimet zgjedhore, një kallëzim penal kundër institucionit të Bashkisë Vlorë dhe drejtuesit të saj. Siç mund ta keni ndjekur në përgjithësa mediat lokale dhe kombëtare, është deklaruar që landfilli i Sheristës është vënë në punë, por ky është një premtim i pambajtur sepse ne dim që nga ana e titullarit të Bashkisë është premtuar disa herë hapja e tij, por kjo është një manovër vetëm për fushat elektorale, sepse siç edhe kemi ndjekur, mbetjet urbane të qytetit të Vlorës, atje thjesht depozitohen sa për fushat elektorale dhe nuk bëhet seleksionimi i tyre dhe pastaj groposja ashtu siç është procedura. E gjithë kjo ka shkaktuar atë katastrofën urbane lidhur me ndotjen, që ne kemi të qartë të gjithë në qytetin e Vlorës, ku fusha e grumbullimit të mbetjeve nuk po boshatiset, madje ajo është djegur disa herë, dhe kjo është vetëm një manovër që bëhet për t'u hedhur sy vlonjatëve dhe shqiptarëve që gjasme u vunë punë landfilli. Kështu që ne kemi kallëzuar institucionin për shpërdorim detyre dhe krim zgjedhor.